Kristina Ndoci, artizane mbi 4 dekada përvoj, ka nisur të punojë në moshën 14 vjeçare dhe vazhdon të qëndrojë besnike te zgjaut tradicional. Ajo punon kryesisht me pëlhura, duke krijuar motive dhe elementë që ruajnë identitetin artizanal shqiptar. Në këtë periudhë festash, domethënë preferohen mulesa tavolina e shalla, me presim domethënë të punojmë ata punimet tona tamam të bukura për natën e Krishtlindjeve i vën, edhe për vitin e ri, edhe turistat, edhe shqiptarët tonë që jetojnë jashtë, që vinë domethënë blejnë tek ne. Ndër punimet që tërheqin vëmendje janë edhe brezat tradicional të punuar në tezgja. Brezat i dojnë për kostume kombëtare, kam shumë kërkesa sidomos me Kosovën, edhe këtu në Shqipëri. Puna e dorës është e barabartë me një punë e mjeshtrit që punon jashtë, është shumë e lodhshme, se bën tonë me durë, me kame, me krah. Sot në moshën 62 vjeçare, vazhdon të ruaj edhe të trashëgojë një mjeshtëri që rrezikon të humbas me kalimin e kohës. Artizanatin duhet me ndihmu pak shteti, me thënë drejtën e shpirtit. Artizan nuk ka se ka shumë, me si të bëhen as 10 në tonë Shkodrën. Në rrethinat janë plak, dikush ka ikë në Itali, e kështu si për kush ka me dhani dyqan apo me ba diçka, si thonë, me ma gjallë, dhe me thonë, traditën shqiptare. Kristina Ndoci vazhdon të punojë me të njëjtin pasion, duke mbajtur gjallë artizanatin tradicional,